Çka e shtyu Izraelin të sulmonte Iranin dhe pse bashkëtash? Në orët e para të së premtes, Izraeli ka sulmuar Iranin dhe ky i fundit i është kundërpërgjigjur me një qendron. Në Izrael është shpallur gjendja e jashtëzakonshme, ndërsa Irani betohet se shteti izraelit do t'i vuaj pasojat. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli kreu një operacion ushtarak, synimi i të cilit ishte frenimi i kërcënimit të Iranit ndaj vetë mbijetesës së Izraelit. Ai tha se sulmi do të vazhdojë derisa të eliminohet ky kërcënim. Të njëjtën mediat amerikane raportuan se një sulm i tillë ishte i pashmangshëm. Izraeli ka qenë i shqetësuar se bisedimet midis SBA-s dhe Iranit, të cilat kanë vazhduar që nga prilli për një marrëveshje të re bërthamore mund ta lënë Iranin në një program bërthamor, diçka që Izraeli ka thënë se nuk mund ta pranojë në asnjë formë. Ai ka paralajmëruar për vite me radhë për atë që percepton të jetë një kërcënim ekzistencial nga programi bërthamor i Iranit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka bërë atë një temë të vazhdueshme që nga mesi i viteve 90. Irani ka mohuar vazhdimisht se ka kërkuar armë bërthamore duke këmbgulur se programi i tij bërthamor është vetëm për qëllime paqësore dhe civile. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike nuk janë të bindura se kjo është e vërtetë. Një rezolut për herë të parë pas 20 vitesh duke deklaruar se Irani ka shkelur detyrimet e tij bërthamore. Shqiptarja që jeton në Izrael, Ita Gani, tha se situata atje nuk është fare e qetë. I gjithë Izraeli është në gatishmëri lufte, sepse sulmi i Iranit që ne po presim që ka lëshuar raketa balistike, që janë rreth një ore afër nesh, pra jemi të tronditur. Natyrisht që jemi të përgatitur edhe për këtë sulm, u shpreh Ita Gani.